Bën ka shillok kurti sot në Kosovë. Sot si bën kërkush. Sot si bën kërkush. Mediat janë ato studio televizive që kërkojnë llogaridhënie. Politikën o rid. Media s'bën politikë. Po them, kanë mbetur mediat të kryejnë misionin e tyre të ftu llogaridhënie, të kërku llogaridhënie, të paraqit skandale, të mediat janë të vetme në oborrin e tyre, në terren. Po dhe mediat gjithë kanë me kon në këtë obord vetin. Po nëse kanë prit partit opozitare që media këmja fitu pushtetin, ose mërzu vetëvendosin për pushteti, ato e kanë pas gabim rumullak, ato e konë, është naivitet i tyne. Mediat se bojnë politiken, mediat ta kryojnë hapsiren. Japin informacion. Ti me vepru. Po. Asni veprim se kanë morrit. Asni veprim se kanë bojt. Qysh ka pas qef kur është në gjendje të mirë opozitën. Nën mujt det i kanë ngrej për hune, edhe veç për me kriju percepcionin që opozita o fajtuar dhe jam rriti qëllimit edhe kem thonë 500 herë krejtë në tëna studio su, po, këta i shku në mrapa. Edhe në fund zgjedhjet. Në gjendje të mirë po thujen këta. Për vitri zgjedhja edhe në është, kja asheqarë është, po këta në gjendje totalisht pa plan. S'kan ide, s'kan plan, s'din ku përdojnë më shku, s'kan qëllim, s'kan i pik qëtu kemi më shku, s'kan objektiva ku kanë më shku. Kështu që tash për shetë arsye edhe i shkojnë kurtit. Po, e fundit çfarë po? Me hy pak në pushtet edhe pak me mu qetësu e nashta pak me mbledh mane. Me konsolidu. Kjo mund të lexohet si një pakt për kapitulimin e alternativës opozitare. Për momentin e kapitulluar është, për momentin. Qa ndodhë, qa bëhet të shohin të shetutje, po nëse këta presin që erëzojnë prej pushteti kurtin në këtë qase, këta herën dhe eri sot ka ymër, arrin pushtet.